14 vjeçaria shqiptare abortoi pasi nëna e dhunoi, flet babai. Gënjen u martua dhe s'na tregoi. Një ngjarje rënd ka tronditur Greqin, ku një 35 vjeçare shqiptare raportohet se ka dhunuar vajzën e saj vetëm 14 vjeç, duke shkaktuar që kjo e fundit abortonte duke qenë se ishte shtatzan. Fillimisht u raportua se vajza e mitur u paraqit në polici me fetusin në një qese, duke pretenduar se gjithçka ndodhi si pasojë e dhunës brutale nga mamaja e saj. Nëna e 14 vjeçares është arrestuar, ndërsa ndaj saj është ngritur akuza për krim të rënd, lëndim të rënd trupor me dashje dhe për ndërprerjen e shtatzanisë. Megjithatë, në mediat greke raportohet dëshmia e vllajt të vajzës, i cili hedh një dritë ndryshe në detajet e hetimit. 3 muaj më parë, ajo ishte në shtëpinë tonë dhe i tha babait tim: "Babi, do të shkoj të marr një sanduiç", dhe iku. Kaluan orë e ditë dhe nuk u kthye. Nuk e dinim që ishte shtatzan. Unë dhe babai im ishim në Evja. Nëna ime shkoi në banesë për të parë vajzën e saj dhe 3 persona u shfaqën para saj. Pas pak, nëna ime më telefonoi dhe më tha se e kishin çuar në stacionin e policisë. Nuk ka pasur kurrë sherr me motrën time, tha vllai 14 vjeçares. Ndërkohë, babai 14 vjeçares dëshmon: "Gruaja ime iku pas 2 ditësh. Ne po prisnim që dikush të na telefononte. Vajza ime u martua dhe nuk na telefonoi për të na njoftuar. E kërkuam për ditë të tëra edhe në polici. E kërkuam për 2 muaj gjysmë dhe ajo nuk na telefonoi. Ishte një rrëmbim. Ajo iku vet apo e vodhën, nuk e di. Tani, gruaja ime ka 2 ditë që vrapon nëpër departamente policie. Dua që ajo të shkojë tek një mjek për të parë se ku është goditur. Nuk ka patur kur sherr." Ajo po gënjen: "Ne nuk kemi kontakt kur me të. Ne nuk kemi kontakt me të." Më duket e çuditshme që ajo ishte shtatzan.